Partitë opozitare ka kohë që janë deklaruar se nuk do të bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Kjo sjellje po fshihet si një farsë politike, duke pasur parasysh se partitë opozitare në të kaluarën kanë bashkëpunuar me listën serbe për të siguruar pushtetin. Analisti Ron Gjinovci e sheh këtë refuzim si një lojë politike të opozitës e cila më parë nuk ka hezituar të bëjë kompromise të mëdha për të qenë në qeveri. Opozita tu e ditë që s'ka shansa me bëj qeveri, as me hi në qeveri, po shiten kishe nas bojna koalicion me vetëvendosjen, po leni brekto fore se ju keni bë koalicion me Serbin, me listën sërbska, e s'po boni me vetëvendosjen, shkruan Gjinovci në rrjetin e tij social.